a lejon thot flokt artificiale për me u dok ma bukur para bashkëshortit kur gruaja ka kancer. Lutja Allah në xhel që me të shëruaj motër nëse ke bë për vete këtë pyetje, po kushdo që është i smur me këtë smundje, Allahu shëroft, Allahu shëroft, Allahu shëroft. Sa i përket vendosjes së flokëve artificiale për gratë të cilat janë të marrë kimioterapia dhe kanë probleme të saj natyre, me u duket bukura para burrit vet, shumica e ulemave nuk e lejojnë diçka të tillë, por ka dietar që janë të rëndësishëm edhe e lejojnë diçka të tillë. Këta që e lejojnë argumentohen domethënë me faktin se gruaja nuk i vendos flok për mi flok, por me një sprovë që Allah ka godit, këta po i vendosin flok të cilat po e kthejnë gruan në natyrshmërinë e saj. Domethënë i ka humbur bukuria origjinale, se i kanë rënë flok, tash po i kthen thjesht origjinalitetin e saj. Kurse ajo e cila nuk është e smut, Allah i ka dhënë flok, i ka dhënë bukuri normale, tash ajo si pëlqen ajo bukuri që ka dhënë Zoti, don ekstra me vu flok për mi flok. Andaj këta ulema e lejojnë diçka të tillë për shkak të smundjes që e ka godit. Argumentohen me rastin kur njëri prej sahabëve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i është kaput hunda në luftë, në betejë dhe e ka pyet pejgamberin me vu diçka, Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka leju me vuni hund, domethënë të arit, me kthy pa thamë në kështu normalitetin e ftyrës apo bukurisë që Allah ja ka falë pin fillim. Po ashtu kanë thonë këta që lejojnë gruaja mos me vu flok original, mi marr pini gruas tjetër mi vu, por më kanë domethënë diçka të ndrequra në mënyrë artificiale prej fabrikës, domethënë jo pini gruas mi marr e para pra, edhe më kanë për shkak smundjes që i kanë rënë flokt, edhe tretë kanë thonë vetëm para burrit saj mos bukuruaj, jo me dal domethënë rrugë, po kur do në rrugë me pas shamin apo mbulesën. Pra unë e përkraj këtë mendim që inshallah taala lejohet diçka e tillë. Allahu të rujtë të shëroft.